Institucioni financiar NOA ka zhvilluar një trajnim me blegtor të qarkut të Korçës për trajtimin e baktive të racave me metodat bashkëkohore. Sipas drejtorit të NOA-s Dega Korç, Genti Miço, ky trajnim është një eksperiencë e vlefshme për blegtorët, pasi zhvillohet me lektor grek të cilët sjellin eksperiencën e tyre dhe ofrohen mundësi të shkëlqyera për shkëmbim eksperiencash dhe praktika të mira. Po organizojmë sot këtë seminar në mbështetje të blegtorëve të rajonit të Korçës, si nismë dhe si një nga shtyllat që NOA ka gjithmonë në konsiderat, pra kredin, këshillimin dhe partneritetin me fermerët dhe bizneset. Është një trajnim i vlefshëm për blegtorët e rajonit tonë, si një sektor që ka marrë përparësi edhe nga NOA për financim, por edhe si sektor i rëndësishëm për zhvillimin e këtij rajoni. Mëtej Miço thekson se interesi ka qenë i lartë edhe nga ana e blegtorëve. Interesimi siç e shikoni edhe nga takimi, është shumë i lartë sepse nëpërmjet këtij seminari do të marrin informacione edhe për mënyrën se si dhe çfarë duhet të bëjnë ata për përmirësimin e racave, bazën ushqimore dhe të gjithë zinxhirin për të pasur sukses në biznesin e tyre. Kjo vjen si një bashkëpunim me ABI Bank mbi depozitat bankare dhe mundësitë për të investuar në fermat blegtorale.